Të dashur teleshikues, mirë se takohemi në intervistën e radhës. Këtë herë kemi një temë shumë delikate, ndoshta edhe shumë afër njerëzve, le të themi. Është një temë e cila bën fjalë më shumë për shpirtin e njeriut, ku më së miri do na tregoj më saktësisht se si është thurësh vargje dhe të krijosh poezi Valbona Dedvukaj. Përshëndetje Valbona. Mirë se e gjej. Atëherë si fillim dua të hyj direkt në temë dhe të pyes si filloi krijimtaria jote për poezi? Saktësisht krijimtaria ime filloi 4 vite më parë, do të thotë kur kam filluar vitin e parë gjimnazit. Si shkak i asaj që kur fillova gjimnazin u rash në një shoqëri jo të njohur krejtësisht dhe nga që nuk kisha shumë njerëz afër për të folur, fillova të thurja vargje. Gjë cila mendova që ishte më e mirë se sa të folësh me dikën. Ndoshta fleta dhe vargjet kuptojnë më e mirë se çdo kush. Po inspirimi nga të vjen? Inspirimi gjithmonë mendoj që vjen brenda vetes. Mund vi nga do, por sa i përket poezive mund gjendet brenda vetes. Unë personalisht gjithmonë gjej brenda vetes. Sa mund të vonoj të shprehesh ndjenjat tua në një poezi, pra sa të merr kohë të përpunosh një poezi të mirëfillt? Varet nga tema. Nëse është një temë e thjeshtë, fjalët janë më të shpejta, më të thurura, por nëse është një temë më delikate, ka pak vonesë. Dhe si bën përgjedhjen e temave? Varet nga emocionet apo nga ndjenja që kam pasur tërë ditën. Dhe çfarë motivesh ke më së shumti që përdor ti në poezitë tuaja, që ke dëshirë të shprehesh nëpërmes vargjeve tuaja, cilat tema janë, pra priresh më shumë nga e përditshmja, ajo që është jeta, apo diçka më shumë hyn më thellësisht? Më së shumti tema përdori nga e përditshmet, mund përdori dhe nga ndjenjat, por më shumë shkruaj për jetën. Problemet e jetës, gjëra që ndodhin në jetë. Përmende që poezinë e parë e keni shkruar pikërisht para 4 viteve. Po. Tani duhet më tregosh se kur e ke përfunduar poezinë e fundit? Poezia e fundit ka qenë para 1 gjysmë muajit. Dhe ta marrim parasysh edhe këtë periudhën kohore, mendon se je rritur, je pjekur më shumë dhe të ka ndryshuar edhe mendimet, se si ke pasur më parë tani i ndryshon edhe rrjedhën e le të themi shkrimit që përdor në poezi tani që i bën, me këtë moshë që ke tani? Realisht po, ka ndryshuar shumë edhe ideja për poezit, edhe struktura e poezive, por jashtëzakonisht shumë në ndryshim me 4 vite. Le ta marrim një titull të poezisë tënde, të cilin nëse mundesh të ma tregosh ndonjënë që të ka pëlqyer më së shumti, ke ndonjë temë, ndonjë titull? Sinqerisht po, ka qenë një poezi që kam lexuar dikur për sa i përket vdekjes, po jetës së jashtme, dhe unë fillova të shkruaj një poezi me titullin Angjëlli i vdekjes, por sipas vargjeve dhe strukturës e fjalëve të ndërlidhura doli një poezi e pafuqishme. Pse? Pse mendon kështu? Kishte shumë gjëra që i mungonte motivi, i mungonte shumë tjera të cilat thash nuk bënte kjo. Si e vendos motivin? Nga titulli duket shumë i fuqishëm, me thënë të drejtën. Cili ishte ai motivi që nuk e jepte atë frymën e duhur? E parë që është shumë e vështirë të shkruash për një temë aq delikate si vdekja, sepse besoj se mund të gjesh një motiv të shkruash për diçka që sapo ka përfunduar, për përfundimin. Sa i përket kësaj temë, ke pasur ndonjëherë që të ka rastisur të kesh në dorë ndonjë libër i cili flet pikërisht për vdekjen? Po. Dhe si mendon, duke krahasuar poezinë tënde me atë që ke lexuar, si mendon ku gjendet problemi i duhur, le të themi, që nuk gjendet tek poezia jote në krahasim me atë që ke lexuar? Prap them, ishte shumë e vështirë, por
ka të bëjë të fjalët, që unë kam pak a shumë që unë kam zgjedhur të shkruaj aty. Dhe padyshim që poezia kërkon një bagazh shumë të pasur fjalësh, mund të më tregosh pak se si e inspiruar, si e merr frymëzimin, ku i gjen të gjithë, do të thënë, a nevojitet pra edhe të jesh e lexueshme që të fillosh të krijosh poezi? Natyrisht që po. Të shkruash një poezi duhet zgjedhur shumë fjalë dhe ato fjalë mund të zgjedhësh vetëm duke lexuar librat e mëparshëm. Cili është, le të themi, poeti ose shkrimtari juaj i preferuar? Ka qenë Dritë Ragolli. Dritë Ragolli, po nga të huaj kemi ndonjë? Specifikisht jo. Dritë Ragolli, shumë interesante. Cila është poezia që të pëlqen më shumë nga Dritë Roi? Një poezi që më frymëzon gjithmonë dhe që më pëlqen gjithmonë është Kur ta më kujtosh. Atëherë e dim se Dritë Roi ka më shumë motiv dashurie. Nga cili motiv priresh ti më shumë? Mundet edhe nga dashuria, por është më thjesht shush për të, pse jo? Padyshim. Dhe a ka pasur ndonjëherë ndonjë temë që e ke shmangur me vetdije, që ndoshta është dukur personale apo ndoshta shumë e zakonshme? Kohët e fundit kam nisur të shmang shumë, të shkruaj për mendimet. Është një temë e vështirë, paksa, por e kam shmangur vetë, sepse mendimet janë shumë të ndërlikuara dhe nga që janë pak të ndërlikuara, kam larguar vetë me vetdije këtë pjesë. Si ndodh kur ulesh të shkruash diçka? A fillojnë mendimet të ngatrohen, a është e vështirë ti përgjedhësh ato mendime ti hellesh në fletë të duhurat? Shpeshherë. Shpeshherë. Kjo ndodh shpeshherë. Dhe sa i përket moshës tënde që je tani, mendon se ja ke arritur deri dikun ti shfaqësh emocionet e duhura, të cilat përmbajnë edhe fjalët e duhura për të lexuar dhe për të qenë interesante për të lexuar? Mendoj që po. Mendoj që në çdo etapë të jetës që kam kaluar, kam lënë ata që mendoj se është përshtatur dhe që është përshtatur me poezitë. Atëherë përmende Angjullin e vdekjes. Por duhet të pyes, a ke pasur edhe ndonjë poezi tjetër që ndoshta në krahasim me ato vitet e mëparshme që ke shkruaj, tani kur e merr me lexua, sikur thua, "Okej, do e kisha bërë ndryshe." Po, është një poezi që kam shkruar, po mendoj që duhet ndryshuar ende, është Aq quan jetë. Një poezi e shkurtër, 4 strofash, por mendoj që duhet ketë ende pak të ndryshime. Përmende që keni përdorur edhe pra fillimet toja keni filluar me quotes. Ato 2-3 fjalë edhe duhet të jenë të goditura. Si i përgjegje ti rastin se për çfarë doje të drejtoje një quote të tillë? Varet se çfarë ditët kam kaluar dhe mbas atyre ndjenjave, emocioneve, kam filluar dhe kam shkruar një quote. Mendon se krimtaria do të zhvillohet, një ditë do të lexohet nga më shumë lexues dhe të kenë adhurues të pendes tënde? Është ende herët, mirë po shpresoj që në ditë edhe kjo do të ndodhë. Ke ndonjë synim i cili ndoshta përmban edhe ndonjë vëllim poetik që mund ta presim? Mendoj që po. Do të bëj edhe një botim të librit, besoj që së shpejti. Dhe si mendon si doja vendosje titullin, apo çfarë poezish tema do shtjellojë më së shumti këtë vëllim? Me qenë se përmend edhe më herë që shkruaj më së shumti për jetën, libri mendoj që do të titullohej Poezitë e jetës. Po sa i përket poezisë, a mendon që më mirë të jetë reale apo të duket si reale? Mendoj që në këtë kohë ku jetojmë, njerëzit janë pak më të ftohtë emocionalisht dhe mendoj se unë si poete duhet të prek edhe pak imagjinatën, edhe pak atë pjesën jo reale për të arritur diçka. Si ndërlidhet sipas mendimit tënd si poete, si mund të ndërlidhet imagjinata dhe jo realja në botën reale që jetojmë, pavarësisht se njerëzit janë edhe pak të ftohtë siç e the edhe ti?
Atëherë mendoj që këto dy botë ekzistojnë në art, sepse tek e fundi poezia është art. Mirë po tani nëse do referosha audiencës 18 vjeçare, është pak sa më e lehtë për të prekur ato botën imagjinare dhe jo realitetin. Por nëse do shkoja nga mosha më mallore, mendoj që baza duhet jetë më reale dhe më pas arti është art dhe mund të përdorim edhe nuanca tjera si është imagjinata, jo realiteti etj. Dhe sa i përket edhe si përfundim duhet ju pyes nga që edhe prireni atëherë poezia është shkojnë ndërlidhen me letërsinë, çfarë mendon si do e ndërthurësh të ardhmen, kemi ndonjë drejtim të tillë për letërsinë apo kemi ndonjë ide tjetër? Jo, mendoj thjesht që e ardhmja do ta vazhdoj vetëm si një poete. Dhe unë të uroj shumë suksese. Faleminderit. Atëherë të dashur teleshikues, kështu kemi arritur deri në fund, por ju qëndronit në televizionin Bojnë sepse ne do vazhdojmë edhe me një poete tjetër, e cila do shohim në vazhdim. Atëherë të dashur teleshikues, në vazhdim të temës mbi poezinë, tani të ftuar kemi edhe Anxhelën Dukaj, e cila përveç shkrimit të saj poezisë, do të shohim dhe do ndalemi pak edhe tek pjesa e aktiviteteve të saja, të cilat ajo i ka zhvilluar gjatë viteve të saj shkollore. Atëherë Anxhela, si fillim dua të falenderoj që pranove të jesh këtu dhe të na shtjellosh pak më shumë bisedën për sa i përket poezisë dhe shkrimit tënd. Faleminderit edhe juve për ftesën. Atëherë si fillim, maturante, keni përfunduar gjimnazin, por si nisi rrugtimi jot mbi poezinë? Mund të them se me poezi dhe me shkrimet të ndryshme jam marrë që nga mosha e re, pra që nga shkolla fillore. Kam fituar si një lloj ndjenjet për të shprehur veten në një mënyrë pak më të gjerë se sa vetëm me fjalë apo me akte, me gjestet e përditshme. Kështu që e gjeta vetin, mund të them, në poezinë ku emocione, ndjenja, gjithçka, të gjitha situatat mund t'i përpiqja pra disa fjalinë, disa vargje. Sa bukur. Përmende se ke filluar që në shkollë fillore. Po ti merje tani që je një vajzë rritur dhe ti krahasoje shkrimin që ke bërë atëherë në fillore me tani, shef ndonjë ndryshim? Po, natyrisht një ndryshim shumë i madh, sepse në shkollën fillore mund të them se nuk jam përpiq ta kuptoj teknikën. Ma shumë jam marrë me fjalë të cilat më kanë ardhur nga zemra, ndërsa teknika mungonte pak. Si e ke përmirësuar tani teknikën? Cilat janë ato bazat të cilat ti ke vendosur ti perfeksionosh, le të themi? Normal me pjekuri, me maturi, kam kuptuar se pa teknik as vargjet nuk do të kishin kuptim apo nuk do t'i bija në jetë me fjalët e tjera. Po shpirti është thelbi i krejt poezisë, por teknika është edhe vetë mjeti ku i jep ato shprehjet më të bukura se do t'ishin po të mungonte ajo. Çfarë të ndihmon më së shumti për t'i gjetur fjalët e duhura? Fjalët e bukura natyrisht vinë edhe prej njeriut, por me mungesë të leximit ato nuk do të ishin të mundshme. Me leximin e librave apo me vetë dëgjimin e autorëve të tjerë që interpretojnë të gjitha ato poezi, mendoj se më kanë ndihmuar shumë tek vetvetja që në një mënyrë t'i përmirësoj poezitë e mia. Atëherë, për sa i përket artit të shprehurit, që është pikërisht edhe poezia dhe të gjitha zhanret të cilat e vinë me shkrimin, duhet të pyes arti për ty i të shkruarit, është më i lehtë për të shprehur në letër, apo ndoshta mundesh ta gjesh veten edhe kështu të shprehesh, le të themi me njerëz? Po tani unë asnjërin as tjetrin nuk e kam problem. Me të dyja përpiqem që ti praktikoj apo ti zbatoj sa më shumë. Natyrisht që nëse është edhe në pyetje socializimi këtu, është një pjesë e madhe e njeriut, e krejt natyrës njeriut, por gjithkush e ka atë natyrën e vet. Dikush përpiqet që
të shprehin vetën përmes shkrimeve, ndërsa dikush pak a shumë përmes socializimit, por për mua të dyja deri tani kanë funksionuar. Dhe kur shkruan, a ndjesh më shumë njëri që flet përmes artit, apo art që po përpiqet të mbjetoj brenda njeriut? Tani sinqerisht mendoj se të dyja kanë një pjesë tek unë. Nganjëherë mendoj se unë jam ajo e cila po e shkruan artin, pra unë jam ajo e cila po e qet në një mënyrë artin në dritë. Ndërsa të tjerave herë më duket se arti ka qenë duke jetuar në brendësi time, në diçka mrena meje e cila nganjëherë vetëm pret me zi që të dalë. Por po, të dyja kanë një pjesë të veçantë tek ti. Temat që i shtjellon ti zakonisht, çfarë temash janë, çfarë motivesh, çfarë fryme përcjell tek poezitë tuaja? Tani nuk e kam ndonjë temë kështu të caktuar, sepse më së shumti kur shkruaj apo shkrimet e mia më së shumti vijnë nga kur ndodh ndonjë rast, kur ndodh ndonjë situatë. Mund të them frymëzimi im vjen nga ndonjë rast apo ndonjë situatë e cila ndodhem në atë moment. Por tani kam shumë poezi për mallin, kam disa poezi për vendlindjen, disa poezi për profesorat mi të nderuar e kështu me radhë. The që kur më vjen frymëzimi, ashtu edhe vendosi të shkruaj. Si ndodh që të vijë frymëzim? Tani frymëzimi është një pjesë shumë e çuditshme e mund të them një shkrimtari apo një autori të ri. Unë tani nuk kam ndonjë libër timin, por shkrimin e marr si hobi dhe frymëzimi mund të them se vjen nga një anë shumë e papritur, sepse mund të jem duke shikuar nga dritarja, mund të jem duke biseduar me dikanin dhe frymëzimi vetëm vjen në një mënyrë natyrore. Pra, frymëzimi nuk e kam të caktuar, por siç e ceka edhe më parë, nganjëherë kam më shumë frymëzim kur më ndodh ndonjë situatë apo kur kam ndonjë rast i cili më ka prekur kështu thelbësisht në zemër. Atëherë po të pyesja, se çfarë stili të karakterizon ty si poete, çfarë do më thoje? Cili është ai stili apo si mendon se do të njohin ty mbaz çfarë pende do të njohin ty si poete, njerëzit? Shkrimet e mia më shumë të bazohen tek stili realist, por mund të them se kanë ndonjë frym apo ndonjë motiv filozofik të këto. Po, poeti juaj i preferuar cili mund të jetë? Poeti im i preferuar mund të them se është Miloš Zec Nikola, apo Mjexheni. Nga shqiptarët kemi ndonjë të huaj? Ndonjë të huaj tani nuk është poet, por është kështu shkrimtar i romaneve. Albert Camus është edhe po ashtu edhe ka filozofinë e vet, i cili më pëlqen shumë. Dhe atë ka ndodhur ndonjëherë që të frymëzohesh nga ndonjë varg i tyre? Po jam frymëzuar, Mjexheni ka një vepër tina shumë të shquar, e cila është e njohur mund të them kështu në anën botërore, poema e mjerimit. Sinqerisht vargjet e tina në këtë poezi janë aq të thella dhe më kanë të rënditur në një mënyrë edhe shpirtin, pra me kanë prekur shpirtnisht dhe kështu edhe me kanë dhënë frymëzim që të shkruaj disa nga poezitë e mia. Sa bukur. Po sa i përket poezive tua, a pasqyrojnë shpirtin tënd artistik? Poezitë e mia në një mënyrë mund të them se janë si një pasqyrë e mjekullt. Tani përpiqem që të shpjegoj veten përmes shkrimeve të mia, por në anën thelbësore të tyre, vetëm unë mund të kuptoj se çfarë kam dashur të thënë apo vetë thelbin e atyre shkrimeve. E zgjedh ti të jesh pak mjegull si autore që shkruan apo rreshef të arsyeshme që diçka e jotja të mbetet personale? Po, mendoj se poezit duhet të jenë diçka shumë personale. Tani nuk kam qejf që shpirti im të jetë në një mënyrë i drejt për drejt me gjithkan, por kam qejf që në mënyrë sipërfaqësore të kuptohet se çfarë kam dashur të them apo çfarë kam ndjenë në ato momente me shkrimet e mia. Dhe tani do të ndalem pak edhe për sa i përket aktiviteteve tua që i ke zhvilluar gjatë viteve tua shkollore. Mund të më tregosh pak për aktivitetet të cilat i ke zhvilluar? Po, mund të flas për aktivitetet që në gjimnaz, se po të filloja në fillore nuk të mbarojmë bisedën.
Në gjimnaz mund të them se një aktivitet kyç ka qenë kur kam marrë pjesë me organizatën Rajko, e cila së pari ka marrë vend në Malsi, pra në Tuz, ku vetë antarë të shkollës nga vendi i Serbisë, pra ma konkretisht nga qyteti i Nish, kanë ardhur dhe kanë vizituar pra Tuzin, Malsin, u kemi treguar trojet tona, dhe më pas kemi vizituar ne Serbin, ku përfundimisht kjo ka përfunduar me vizitën në Bosnjë dhe Hercegovinë, ku unë kam qenë e zgjedhur nga shkolla dhe nga bashkëmoshatarët e mi të reprezentoj shkollën time në Bosnjë dhe Hercegovinë, pra në Sarajevo. Prezentimi konkretisht për çfarë ka qenë? Projekti e ka pas emrin Super Schools dhe ky projekt është zhvilluar apo e ka pas vetë qëllimin që ne të lejmë mbrapa ato historina të cilat kanë ndodhur apo të ndodhit të mëparshme dhe në një mënyrë të socializuar, sepse rinia e bën ndryshim dhe mendoj se qëllimi i këtij projekti ka qenë shumë në anën se si ka funksionuar ka qenë shumë i arritshëm dhe me sukses e kemi përfunduar pra në nëntor të vitit 2023. Shumë interesante. Dhe sa persona keni marrë pjesën nga shkolla juaj? Nga shkolla ime së pari kur kem shkuar në shtetin e Serbisë, pra me konkretisht në qytetin Nish, kem kanë 9 antar, ndërsa reprezentimin e fundit ku ka qenë në Bosnjë dhe Hercegovinë kam qenë vetëm unë nga shkolla ime, ndërsa nga Termalizi kanë qenë vetëm 9 nxënës. Po sa i përket aktiviteteve ndoshta të poezive, ke marrë pjesë në ndonjë aktivitet të tillë? Po, kam marrë pjesë në aktivitete të shumta, si në shkollën tonë, si jashtë shkollet. Tani kyçe mund të them se ka qenë kur kam qenë në Nikšić, ku nuk kam marrë pjesë në poezinë time, por kam interpretuar poezinë në gjuhën italiane. Tani po të pyesja nga aktivitetet që ke zhvilluar, cili të duket më afër vetes tënde dhe më afër karakterit tënd? Mund të them se më i afërti dhe më i kyçi, një që më ka ndryshuar jo rrëndësisht, por në mënyrën sipërfaqësore, ka qenë ky që e ceka dhe më parë aktiviteti që ka qenë për vetë regionet, Super Schools, projekti nga Rajko, sepse në një mënyrë deri atëherë mund të them se nuk kam pas ndonjë personalitet timin dhe kështu me njoftësi të ndryshme dhe me marrëdhënie të cilat i kam pas edhe me shokëshortit e mi që ende jemi në kontakt, kam arritur që të krijoj një personalitet timin i cili edhe tani ka arritur që të mbijetoj. The personalitet sipërfaqësor, po nuk më tregove pak për personalitetin shpirtëror. Cili do t'jetë ai aktivitet që ty të ka bërë të ndihesh më mirë? Tani shpirtëror, mund të them se do t'jetë kur kam marrë pjesë në gara në shkollën tonë, pra në gjimnazin 25 maj, ku kam shkruar një poezinë për babain tim, dhe cila ka marrë vendin e dytë dhe kështu mund të them se ndjenjat e mia janë pasqyruar më shumtit në atë poezi dhe kam qenë më shumtit e lidhur shpirtërisht. A mendon se përmes poezisë krijon një realitet tëndin? Po, natyrisht. Realiteti të cilin ne jetojmë nganjëherë nuk është ashtu siç e dëshirojmë ne, është i ashpër, nuk është i butë. Dhe kështu me poezitë e mia, me shkrimet e mia, mund të them se e krijoj një realitet i cilin dihem ma e lumtur dhe ma një mënyrë me e kyçur me natyrën. Ku vendosni, ceke më pak edhe më përpara, që nganjëherë personaliteti jot nganjëherë nuk është nevoja të shprehet shumë edhe tek shkrimet tuaja, nga që nganjëherë duhet pra ta lesh pak me një anë sa i përket pjesës tënde që është karakteri jot, duhet të pyes ku është kufiri jot që ti e vendos në mes shpirtit dhe teknikës? Tani e kam cekur dhe më parë në bisedë, mendoj që shpirti është vetë thelbi i poezisë dhe aty nuk ka ndonjë diskutim tjetër, ndërsa teknika është ai mjeti i cili zbukuron vetë të shprehurit. Pra po, teknika është e nevojshme për t'i jap jetë në një mënyrë vargjeve, por prapse po shpirt, poezia nuk do të kishte ndjenje, pra nuk do të një mënyrë nuk do të kishte ndjenjen e jetesës, nuk do të kishte
ndjenjen e autorit. Çfarë mendon se e bën një poezi më të këndshme për lexuesin? Një poezi, tani gjithkush i ka shijet e veta dhe stilin e vet, si për lexim, si për shkrim, por mendoj se për t'ju pëlqyer lexuesi duhet të ketë të preferuar stilin e autorit. Tani poezitë e mia ndoshta nuk janë në pëlqim të gjithkujt dhe ajo është diçka e natyrshme, por do të ishin vetë përpjekje me ata të cilët e kanë stilin e gjajshëm me stilin tim të shkruarit. Po sa i përket figurave letrare të cilat janë të pranishme në tekstet tuaja, kemi ndonjëherë përdorim të ndoshta hiperbolës? Po, Që ndoshta të dalin më estetikisht pjesa e shkrimit? Po natyrisht mendoj se të çdo autor ndodhet hiperbola, por tani kur as nuk jam përpjek që t'i përshtatem estetikës, më shumë kam qejf me kanë diçka e imja, diçka që ndoshta nuk është në përputhje me të gjitha shkrimet tjera, por po hiperbola mund të them se është një nga figurat stilistike të cilat qëndrojnë më shumë në tekstet e mia. Po, nuk të pyeta, përdor më shumë Grishtën apo Toskrishten? Në shkrimet e mia përpiqem që të përdori sa më shumë Toskrishten, por me qenë se vetë poezit, vetë shkrimet i marr si diçka si një hobi, jo si diçka tani profesionale, Grishtja po ashtu ka pjesa aty. Dhe me qenë se jemi drejt fundit, do të pyet sa i përket edhe drejtimit tënd, çfarë, me qenë se keni përfunduar edhe gjimnazin dhe tani je në pritje për të filluar edhe rrugtimin universitar. Çfarë mendimit ke, ndonjë ide të cilën do e fillosh, ta zbatosh? Tani kjo është një pyetje shumë e vështirë për çdo maturant, besoj. Kam disa drejtime në mendje, tani kam dëshirë që të përfundoj ndoshta drejtësinë, ndoshta psikologjinë, por ende nuk jam definitive. Angela, unë të falenderoj shumë dhe të uroj suksese në çdo gjë që bën. Faleminderit edhe juve. Atëherë të dashur teleshikues, kështu kemi ardhur në fund të kësaj interviste. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe bashkë mirupafshim në intervistat e radhës.